Mes qindra flamëve kuqezi dhe zërave që bashkohen çdo mbrëmje në bulevard, një djalë 26 vjeçar ecën pa u ndalur nga njëri cep i sheshit në tjetrin. Ardesian Binjakaj, brenda pak javësh është kthyer në një nga zërat më të njohur të protestës. Fjalimet e tij shpërndahen gjërësisht në rrjetet sociale, ndërsa videot ku shfaqet janë parë mijëra herë, por ajo që e dallon më shumë janë simbolikat që sjell çdo mbrëmje në shesh. Herë me një karton, një kavanoz apo me punime të thjeshta prej letre, Binjakaj përpiqet të shndërrojë ngjarjet politike në imazhe që përmes tyre të kujtojë qytetarëve arsyet pse ndodhen në protestë. Unë këtu kam sjell dhe kam kategorizuar te kjo pankartë e vogël që këto janë kursimet e pushtetit. Në një intervistë shumë vite më përpara, Erion Veliaj tha se ai bashkë me bashkëshorten e tij kishin një derkuc të vogël në të cilin depozitonin qindarkat dhe lekët e vogla dhe mbasi mblidhnin një X shumë, ata mund të përfitonin të shkonin në pushime. Dhe ideja e kësaj simbolike është ti tregoj qytetarëve që sot Erion Veliaj është i akuzuar për korrupsion, për babarazin tender. Objektet ndryshojnë nga një mbrëmje në tjetrën, çdo simbolik lidhet me një premtim të pambajtur, një aferë korrupsioni apo një ngjarje që sipas tij nuk duhet të harrohet. Këto lloj simbolikash unë i përdor për të rikujtuar njerëzit se për çfarë jemi në shesh. Është shumë e lehtë, sidomos sot bëjmë 61 ditë që protestojmë, është shumë e lehtë që gjatë kohës që ne dalim dhe protestojmë të humbasi pak fokusi për çfarë kemi dalë. Dhe ideja është që unë përpiqem me këto simbolikat sado të vogla t'i rikujtoj njerëzit që këta personazh politik kanë bërë aq shumë korrupsion, aq shumë krime, aq shumë shkelje, sa edhe unë sikur të sjell një simbolik çdo ditë, unë mund të jem me vite të tëra këtu. Binjakaj u bë pjesë e protestës përpara se ajo të vinte në Tiranë. Në Vlorë, tërheqja zvarri një qytetari, preku krenarinë e një të riu. Më shumë se vetë dhuna, ishte mënyra se si reaguan institucionet, ajo që i ndryshoi mënyrën se si e shihte shtetin. Për herë të parë nga afër, thotë se pa dy standarde në zbatimin e ligjit, një për qytetarët e zakonshëm dhe një tjetër për ata që gëzojnë pushtet. Mbas asaj skene, u lajmërua shumë në media sociale që do bëhesh një protest përballë drejtorisë policisë në Tiranë. Dhe mu bë qejfi, me thënë të drejtën, sepse unë pash një polici e cila qëndroi heshtur në momentin që një bashkëdetar ishte duke u tërhequr zvarr, u godit, u sulmua dhe kam parë policin të bëj vepra të jashtëzakonshme për njerëz të thjeshtë. Kam parë njerëz që janë futur në burg se nuk pagonin elektricitetin, ujin, nevojat bazike të shqiptarëve dhe gjithashtu pash një polici që nuk reagoi fare në momentin që duhet të reagojë. Por shumë shpejt ai nuk u bë i njohur vetëm për simbolika që sillte çdo mbrëmje. Nga podiumi nisi të përsëriste një thirrje që me kalimin e ditëve u kthye në refrenin e protestës, Eja në protest. Për të, kjo nuk është një ftesë për të shtuar numrin e njerëzve në bulevard. Nuk beson se një slogan apo një fjalim mund të bindë dikë të dalë në shesh, por beson se protesta nis shumë më herët, në momentin kur secili vendos të përballet me realitetin e jetës së tij. Por unë kam zgjedhur të flas nga zemra. Dhe kur e nisa atë korin Eja në protest, doja ta drejtoja të gjithëve. Nuk ka start, si që edhe ti. Pra nuk ka një diçka që unë të bëj ty të vish. Por besoj se gjëja më e fuqishme që çdo njeri ka si atë startin për të ardhur në protest, është reflektimi që ai duhet të bëj për të gjitha problematikat që ai ka. Binjakaj ka lindur në Itali, aty ku jetoi deri në moshën 10 vjeçare.
Fëmijëria e tij u shënua nga ndjesia të qenit ndryshe. Shpesh, kujton ai, nuk shihej si një fëmijë mes të tjerëve, por si shqiptari i huaj. Një etiketë që e shoqëroi gjatë viteve të para të jetës dhe që e bëri të pyeste veten se çfarë do të thoshte ti përkisje një vendi. Historia ime është pak e gjatë, në sensin unë kam lindur në Itali, kam jetuar atje për 10 vite, pra deri 10 vjeç, dhe gjatë kohës që kam jetuar atje unë kam patur disa momente në të cilat jam përballur me racizmin dhe me ndjesinë e të qenit i huaj. Ka pasur shumë raste në të cilën, ka pasur shumë raste ku unë kategorizohesha vetëm si ti vetëm një shqiptar do mbetesh. Edhe kthimi në Shqipëri nuk ishte i lehtë. Me kalimin e viteve kuptoi se vendi ku ishte rikthyer ishte shumë ndryshe nga Shqipëria që kishte ndërtuar në imagjinatën e një fëmije të lindur jashtë saj. Megjithatë, bashkë me zhgënjimet u rrit edhe ndjenja si i përkiste këtij vendi. Pikërisht atëherë nisi të formsohej bindja që e shoqëron edhe sot, se ndryshimi nuk vjen duke u larguar prej Shqipërisë. Studimet universitare e çuan më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe atje pati mundësinë të ndërtonte një jetë jashtë vendit, por ndryshe nga shumë bashkëmoshatar të tij, zgjodhi të kthehej. Derën për t'u larguar jashtë shtetit nuk është se e kam të mbyllur. Por të shkosh jashtë shtetit për mendimin tim është zgjidhja e lehtë. Nuk është e vështirë të aplikosh për punë, të gjesh punë jashtë shtetit dhe të fillosh të ndërtosh jetën andej. Jam i bindur që një pjesë e mirë e shqiptarëve ka bërë tashmë këtë gjë. Por ideja është që unë dua të përpiqem të bëj gjën e vështirë. Dua të përpiqem që Shqipërinë ta rregulloj. Dua të përpiqem që sadopak ta provoj të jap kontributin tim në shoqërinë që jetoj, që mos ta quaj Shqipërinë si adeun e largët, po si vendin tim. Si njëri që vendosi të mos largohej nga Shqipëria, ai e sheh sheshin si vendin ku mund të jap kontributin e tij më të drejtë për drejtë. Por për 26 vjeçarin, protesta nuk mund të ndahet nga politika. Ai beson se ndryshimi nuk vjen vetëm duke dalë në rrugë, por edhe duke kuptuar rëndësinë e pjesëmarrjes në jetën politike dhe përgjegjësinë që mbart çdo vot. Është e kot të themi se kjo lëvizje nuk ka për të qenë politike ose më saktë nuk duhet të ndërlidhim ose të fusim politikën në këtë mes. Unë jam besimit që politika është një mjet dhe një mjet jashtëzakonisht i fuqishëm në të cilin njerëzit duhet të mësohen se si të kontribuojnë, se si të votojnë, sepse dhe të votosh është një aftësi më vete që duhet mësuar. Besimet politike në Shqipëri duhen shpjeguar dhe artikuluar në mënyrë të tillë që shqiptarët kur të shkojnë tek fleta e votimit, tek kutia e votimit, të dinë se çfarë po zgjedhin. Jo më vetëm të bëjmë tifo për partitë politike siç bëjnë disa njerëz për skuadrat e futbollit. Për Binjakajn, protesta nuk është fundi i një rrugtimi politik, por fillimi i tij. Ai beson se një shoqëri nuk ndryshon vetëm duke kundërshtuar, por edhe duke nxjerrë njerëz të rinj të gatshëm të marrin përgjegjësi. Nëse kjo do të thotë edhe të hyj vetë në politik, ai nuk e përjashton. Unë deri tani kontributin tim në shoqëri e kam dhënë me aktivizmin tim. Unë personalisht ambicie politike nuk mund të them se kam, nuk mund të them se s'kam. Çdo demokraci dhe çdo shtet tek e fundit kontrollohet nga politika. Dhe duam s'duam, nesër pas nesër, të gjitha problematikat tona duhet të kanalizohen në mënyrë ligjore, politike, në mënyrë që të zgjidhen. Duam s'duam, kemi nevojë që të nxjerrim figura politike të cilat të përfaqësojnë denjësisht popullin shqiptar dhe t'i japin zë shqetësimeve që ata kanë. Megjithatë, për 26 vjeçarin, vlera më e madhe e kësaj lëvizjeje nuk matet me atë se kush do të ushtrojë nesër politikbërjen. Ajo matet me ndryshimin që sipas tij protesta ka sjellë te vetë qytetarët. Gjatë javëve të fundit, ai thotë se ka parë njerëz krejt panjohur që janë bërë bashkë për të ndihmuar njëri tjetrin
duke krijuar një solidaritet që rrallë kishte parë më parë. Ne ndryshuam jetën Altin Hilës, i cili ishte një individ që vinte në protest, u arrestua nga policia dhe kur shteti dështoi për t'i mbajtur familjen e tij, qytetarët erdhën në ndihmë të tij. Unë kam parë suksesin e protestës në momentin ku në Nafile që po kalonte në rrugët e Tiranës u godit me ujë dhe me spray, me spray me piper. Pash që qytetarët brenda 24 orëve mblodhën mbi 150.000 euro për ta nxjerrur atë nga mjerimi që ishte. Pash solidaritetin që kishin qytetarët dhe është diçka që fjalët nuk e përshkruajnë dot. Ai thotë se këto histori tregojnë anën më të mirë të shoqërisë shqiptare, por ato nxjerrin në pa edhe një boshllëk që sipas tij nuk duhet të mbushet nga solidariteti i qytetarëve, sepse përgjegjësia për të mbrojtur njerëzit nuk i takon turmës së protestës, por institucioneve të shtetit. Pikërisht për këtë arsye, thirrja e tij nuk ka pasur kurrë një adresë të vetme. Përpara kamerës së shteg, Binjaka i zgjedh ta përsërisë edhe një herë mesazhin që prej javësh artikulon nga podiumi i protestës, këtë herë si një thirrje të drejtë për çdo shqiptar që ende nuk ka vendosur të dalë në shesh. Unë mund të them mjekëve që ejani sepse nuk ju del rroga dhe detyrojeni merrni rrushfet nga njerëz që janë të sëmurë. Unë u them mësuesve, të cilët janë gardianët e të ardhmes, janë personat që po trajnojnë një brez të ri shqiptarësh dhe u them atyre mos bëni shkelje me notat e studentëve, sepse ata janë studentët të cilët ne duhet t'i trajnojmë që ne të ngrëmë një shoqëri shqiptare të denjë për ta mbartur këtë Shqipëri dhe për ta çuar më përpara. Unë u them policëve, të cilët durojnë abuzimet nga më të shumta, qoftë nga eprorët e tyre që janë të korruptuar dhe të inkriminuar, qoftë nga protestuesit ndonjëherë, qoftë nga politikanët shpeshherë që vazhdojnë i përdorin si mjete dhe si ushtar, u them gjyshërve, pensionistëve, të cilët presin gjatë gjithë kohës çdo muaj në radhë për një abonet të qelbur. U them për atë pensionin që nuk u del tashmë. Dhe u them njerëzve të cilët kanë dërguar fëmijët jashtë shtetit. Përse ata duhet të vuajnë vite të tëra para se t'i shohin ata? Pse duhet presin muaj? Kur ata shumë mirë mund të shkolloheshin këtu, nëse ne e merrim gjithë të talent që ne po e dërgojmë jashtë shtetit që të ndërtoj rrugët e botës, të ndërtoj të ardhmen e Gjermanisë, e Italisë, të Amerikës, pse mos të vinë ata të ndërtojnë të ardhmen këtu?